Në qendër të Krujës, në shekullin e 15, përtej mureve, armëve dhe betejave, ekzistonte një dhomë e vogël, një vend i mbushur me pergamena, qirinj, shkrues dhe hartues dokumentesh. Ajo ishte kancelaria e Skënderbeut, zemra administrative e shtetit të Arbërisë. Një institucion i mirëfillt, modern për kohën, ku hartoheshin traktate, vendime, marrëveshje diplomatike, shkresa ushtarake dhe raporte nga çdo cep i principatave shqiptare. Por sot, kur flasim për Skënderbeun, kemi heroizmin, betejat, lavdin, por nuk kemi dokumentet e tij. Nuk kemi ditarët e fushatave, nuk kemi urdhrat origjinal, nuk kemi raportet e komandantëve, nuk kemi aktet e lidhjes së legjës të shkruara nga dora e kancelarisë. Janë zhdukur të gjitha. Dhe këtu nis një nga misteret më të mëdha të historisë sonë, ku përfunduan arkivat shtetërore të Skënderbeut. Dietarët e kohës përshkruajnë një kancelari funksionale, e shkrues të trajnuar, me përkthyes në latinisht, me kronikan që mbledhin informacione nga betejë. Skënderbeu ishte aleat i Napolit dhe Vatikanit. Ai nuk mund të funksiononte pa dokumente të shkruara. Megjithatë, marrëdhënie ndërkombëtare të shekullit 15 kërkonin protokoll, vula, letra, korrespondencë të vazhdueshme. Dokumente ka pasur me qindra në mos me mira, por sot në Shqipëri nuk është ruajtur asnjë dokument origjinal i Skënderbeut, asnjë letër, asnjë urdhër, asnjë traktat, asgjë, vetëm gjurmë. Ato që dim sot për diplomacinë e Skënderbeut janë kopje të gjetura në Vatikan, Venedik, Napoli e Ragusa. Janë letra të marra nga arkivat e Europerandorive, por jo nga qendra e shtetit të Arbërisë. Kjo do të thotë se kancelaria e Krujës duhet të ketë pasur një arkiv të madh të vetë, i cili sot është zhdukur pa gjuhë. Dhe pse është zhdukur? Kush e zhdukur? Kur ndodhi? Si ndodhi? Ka disa pista, por asnjë përgjigje e plotë. Pista e parë është ajo më e natyrshme, Osmanët. Në vitin 1478, 2 vjet pas vdekjes së Skënderbeut, kur u rrethua dhe ra, përpara se të hynin, turqit dogjën çdo depo armësh, çdo dhomë arkivash, çdo qendër administrative. Historikisht, Osmanët shpesh shkatronin dokumentet e pushtuesve të mëparshëm për të zhdukur strukturat e vjetra shtetërore. Nëse kancelaria është djegur, atëherë dokumentet janë kthyer në hi në ato ditë të zymit. Por shumë historianë modern nuk e besojnë këtë plotësisht. Ka një pistë të dytë më intriguese. Disa dokumente mund të jenë marrë me qëllim nga vetë bashkëpunëtorët e Skënderbeut, kur familja Kastrioti largua drejt Italisë pas rënies së Arbërisë. Ata mund të kenë marrë pjesën të arkivës me vetë. Në disa letra të shekullit të 16, përmendet se familja Kastrioti ruante dokumente të lashta të princit të Arbërisë. Por pas disa brezash, këto dokumente humbën nga radarët historik. Shumë pronën të Kastriotëve u shkatruan gjatë luftrave italiane. Arkivat e tyre private nuk mbijetuan. Ka edhe një pistë të tretë që jep këtij misteri një nuancë të dhimbshme. Disa dokumente të Skënderbeut janë shkatruar nga vetë pushteti komunist në shekullin e 20. Dihet se arkivat e klerit katolik, që përmbanin shumë materiale të lidhura me historinë mesjetare, u sekuestruan dhe u dogjën gjatë viteve 1946-1967. Disa studiues besojnë se në arkivat e dioqezave shqiptare mund të kenë ekzistuar kopje të rralla të dokumenteve të Skënderbeut, të cilët u zhdukën për shkak të fushatave kundër fesë dhe institucioneve të saj. Por misteri më i madh qëndron te kjo pyetje. Si ka mundësi që asnjë dokument origjinal i shtetit të Arbërisë nuk ekziston, asnjë pergamen, asnjë faksimil, asnjë vulë në letër, asnjë traktat i firmosur në Krujë. Nëse Europa ruajti kopjet, se Shqipëria dhe s'ruajti as origjinal. Ka dhe një teori të katërt më e frikshme. Dokumenti origjinal mund të jetë në duart e koleksionistëve privat në shekullin 18-19. Shumë objekte historike shqiptare ushqiten në Venedik, Trieste, Napoli e Vjenë. S'është e pamundur që disa dokumente me vulën e Kastriotëve të jenë blerë fshehurazi nga koleksionistë europianë,
që kur nuk i ekspozuan. Ka letra të zhdukura të Skënderbeut, që përmenden në katalogot e shekullit të 19, por nuk gjenden sot në asnjë arkiv publik. Në fund e vërteta mbetet e errët. Arkivat e Skënderbeut janë humbja më e madhe e historiografisë shqiptare. Në to ishte historia reale e lidhjes së Lezhës. Në to ishin planet strategjik, traktatet e aleancave. Në to ishin kronikat e betejave nga dora e njerëzve që i panë me sytë e tyre. Në to ishte mendja e Skënderbeut e shkruar në pergamen. Dhe sot, ato pergamena janë zhdukur si të mos kishin ekzistuar kurrë. Ajo që mbeti është hija e një arkivi të madh, një kujtim i zbehtë një kancelarie shtetërore, që lindi për të dokumentuar historinë, por që vetë historia nuk e mbajti dot. Dhe pyetja që mbetet pezull sot, a janë arkivat e Skënderbeut për gjithmonë të humbura, apo thjesht të fshehura?